Top Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer në këtë pjesë në She's on Air në frekuencën 100 FM të Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Ne na është rikthyer një ftuar tjetër këtu në mesin ton, është hera e dytë për të Armela Hyseni. Përshëndetje, mirë ju gjeta. Armela gjithmonë gati për kamerën. Po. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Kësa radhe me prurje të reja, me staf të ri, uroj shumë suksesa. Qof një rrugtim i gjatë edhe shumë i bukur. Me që na ke parë, si ti jemi dukur? Kokrat e yllit nuk kam fjalë fare. Di topi se çfarë bën, di topi se ku vendos se kë. Na janë shtuar pra dy vajza të reja këtu në emision. Si të janë dukur të Nikol dhe Stelina? Atë ma keni marrë çik nga topi. Nuk po shikoj më fare. Në top për Stelinën e kam fjalën, nuk po shikoj më fare. Jo, po nuk na përshtaten më. Nuk na takojnë më oraret, se më përpara na takonin shumë shpesh, por s'ka problem. Ne përsëri tani ma ka marrë Nikoleta. Nuk ka problem, ne prapë na gjejnë rrugët për të takuar. Aty është më symshyri gjithmonë. Bravo, ti e di ku të më gjesh. Edhe pse kohët e fundit vetëm aty nuk jam. Stelina me symshyri. E me këto të gjeturat, si po të gjen ty kjo periudhë e jetës tënde? Nuk e di. Kjo periudhë e imja është quhet nuk e di ku e kam kokën. Pse kështu moj? Jam shumë e zënë me punë, jemi duke u përgatitur për Top Arenën, jemi në përfundim të procesit sportiv. Top Arena, siç e dini tashmë nuk është vetëm studio, është terren, kërkon shumë punë, duhet të jetë çdo gjë e koordinuar që të jetë ashtu siç e ka merituar të jetë çdo 2 vite. Armela, unë e di, por në fakt publiku është shumë kurioz ta di. Je gjithmonë energjike dhe pozitive. Je edhe jashtë kamerave ti kështu? Tregoja pak për ato që nuk e din, se unë e di. Për ato që ne e dim gjithë se për ato që nuk e din, jashtë kamerave jam akoma me pa përmbajtur se këtu e mbaj një çik vete normalisht. Pas kamerave jam akoma më fali se këtu dhe po thoja përpara se ta nisnim, jo më larg se 2-3 sekonda. Çfarë pyetjes kemi? Moner që kujdesni çik jo. E para dhe inshallah zoti më mban gojen, mos bëj shumë shaka nga ato të mia, se janë çik humoristi. Po pse më bësh shaka? Janë humoristi, nuk janë për të gjithë. Na pëlqen humoristi. Edhe më pëlqen. Po dini ju ai pëlqen ti gjuhës. Tanaj na vesh fazë sot, ti përballojmë gjithë. Mirë jeni, mirë. Në qoftë se unë ju ha. Na kollaboron. Në qoftë se është diçka që ti ndihesh mirënjohëse, sa arziosh në mëngjes, çfarë është ajo? Shëndeti im edhe i familjarëve të mi absolutisht. Kështu që jemi gjallë, Zoti na ka dhënë një mundësi tjetër për të hapur syt edhe çdo ditë është mundësi e re, kështu që jam mirënjohëse për çdo gjë të tillë. Tani, me që po flasim për ditët e reja, po për sfidat e reja, është e hapur Armela? Gjithmonë. Dikush që nuk më njeh, nuk e di që unë e dashuroj adrenalinën e pasër dhe adrenalinën e pasër unë e marr vetëm nga sfidat. Dhe sfida ime më e re, që tashmë edhe ju e dini, quhet Top Arena. Top Arena për mua nuk është thjesht sfidë, është pasion, është kënaqësi, është habitati im, ma mbush shpirtin plot. Nuk di ta them më. Çfarë bën Top Arenën kaq sfiduese për ty? Atëherë, unë përpara se të isha pjesë e procesit sportiv, nuk kam qenë pjesë e futbollit. Kam qenë pjesë e sportit, sigurisht, se kam qenë pjesë e ekipit Tiranës për 5 vite. Por nuk kam qenë pasur lidhje me futbollin. Si ke qenë pjesë? Po pra na shtjello pak të dhon këtë të pyesje. Kam qenë me paratërejat e Tiranës, kam luajtur Futboll? Volejboll, ndjes. Volejboll 5 vite. Pata dëmtime, nuk mund të luaja më. Dhe nisa një sport shumë të thjeshtë, në thonjza, skin. Tani skijoj. Është sezoni i parë që nuk bëj ski, po it's okay sepse ja kam dhënë të gjithë vëmendjen në procesin. Po kush pëlqen më shumë ski apo volejboll? Edhe dëmtimet i kanë njësoj që ta dishti. Shumë i vështirë ti ndash. Ku vrave se morën vesh. Ligamentet, kam pësuar të zjatë ligamentesh, janë pak sportet vështira. Skimi është sport pak më i rrezikshëm sigurisht, kështu që adrenalina është edhe më e madhe. Sa e rëndësishme është për ty të qëndrosh autentike, sidomos në botën e televizionit? Ekstremisht shumë e rëndësishme për të vetmen arsye sepse që në look gjithmonë kam qenë ndryshe nga të tjerët edhe kam lidhur edhe autenticitetin tim me këtë gjë. Nuk dua të kem diçka që e ke veshur ti për shembull, që nga kjo e nisim. Është vërtet. Edhe tek gjërat e tjera, që tek mentaliteti, bot kuptimi, çdo gjë. Cili është në fakt mësimi më i madh që të ka dhënë televizioni edhe eksperiencat që ti ke pasur në të?
Është diçka që e kam thënë përpara se natën që kam hyrë në Big, të ruaj energjinë time në kaos. Këtë ma kam mësuar televizion. Nuk e mësova në Big, po e mësova aty, jashtë. Tani, me që thej që je autentike, çfarë mendon që të dallon ty nga vajzat e tjera të ekranit? Përveç faktit që mundohesh të mos kesh veshje të njëjta me to. Faktikisht të duhet ma thoni ju, se unë nuk mund të flas për veten time. Po kam përshtypjen që është fakti që jam full package mbase jam gjitha, nuk jam vetëm bukuri, po jam edhe brains and beauty. Ne dëgjuat, ju dëgjues është një full package dhe me këtë full package ne do shkoputemi. Nuk do e kuptoni këtu gjithsesi, por që një përqindje të vogël. I themi do të ndjekin edhe në Top Arena. Ne do shkoputemi për pak. Armelën do kemi sërish këtu mes nesh. Që të zbulojmë sa do pak nga full package-i saj.